kontrollor I ekzekutivit për shkak të bllokimeve të vijshme që bëjnë opozitës kaso. Domethënë praktikisht është e vërtet, po mjafton të shkojmë jo më larg se seanca e kaluar parlamentare, kur përsëri opozitës u mohua një drejt kushtetuese dhe një nga mekanizmat e kontrollit parlamentar, që është e ngritja e komisioneve hetimore, sikundër janë mohuar në gjithë le të themi ushtrimet e përbashkëta të seancave të parlamentit, I është mohuar mekanizmi I mocioneve me debat, I është mohuar mekanizmi interpelancave, ku arrim në kushte absurdi, qoftë edhe parlamentar, ku thirren ministrat për interpelancë dhe nuk dënjojnë të vinë. Thirret kryeministri nuk vjen. Thirret zvendës kryeministri nuk vjen. Për te asaj çka ishte faqe gjithë botës që s'kena shëmtuar dhe provokimi I opozitës që bën seancën e parë të vërtet solemne të kësaj legjislature, në cilën duhet shpalosej programi I qeverisë, duhet votbesohej programi I qeverisë, sikundër duhet njiheshin ministrat, drejtonte pyetje opozita, pra një nga seancat më të rëndësishme të kësaj legjislature, e cila u mbyll pa debat, thjesht dhe vetëm se kryeministri vendosi të provokonte opozitën duke nxjerr atë avatarin e vet atë diellën dhe duke tentuar që t'i hapte vend në tryezën e dialogut parlamentar. Kështu që ka shumë raste, është e kot të ndalem të gjitha, kur opozitës I është mohuar zëri, I është mohuar ai bashkëveprimi normal në një demokraci, ku sigurisht opozita do thotë sajnë, do përpiqet që me mekanizmat kushtetues si ka të ushtrojë kontrollin e vet, dhe sot jemi shumë larg për fat të keq për integrimin e Shqipërisë, shumë larg asaj çka kërkon, çka është nënvizuar me drejt dhe që është kushti I kushteve për përparimin e Shqipërisë në rrugën e integrimit, që është ajo dialogu politik gjithëpërfshirë, pa kthimi I jetës politike në përgjithësi dhe institucionale sigurisht në një normalitet siç duhet të jetë në një demokraci. Në fakt progres raporti merret edhe me çështjen se duhet kaloj edhe tek drejtësia ku natyrisht mos funksionimi I kontrollit dhe balancës dhe I drejtësisë praktikisht trondit themelet e funksionimit normal të një shteti. Nëse nuk e këto të dyja, praktikisht nuk e shtetin. Ja shfartuhet, vendosni pak insertin 7, progres raporti për sulmen ndaj drejtësisë. Ndërsa qëndrueshmëria e gjyqësorit është përmirësuar, përpjekjet e zyrtarëve publik ose politikanëve për të ushtruar ndërhyrje dhe presion të pajustifikuar janë shtuar dhe ngrejnë shqetësime tepër serioze. Në veçantë, reagimet e paprecedenta publike dhe përpjekjet për të ushtruar presion nga degët ekzekutive dhe legjislative kundër strukturës së posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit dhe Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë. 7 magjistrat janë vendosur në mbrojtje. Kjo ngre shqetësime për nevojën për të ruajtur ndarjen e qartë midis pushtetit ekzekutiv dhe atij gjyqësor. Se po diskutonim pak edhe me Elkjerin, erdhi në doli në shtek dhe buri në prit. Për shkak se ne këtë ditë po diskutojmë edhe atë çështjen